Një valë e re denoncimesh nga bizneset është regjistruar pranë strukturave të krimit kibernetik në Policinë e Shtetit pas publikimit të vlerësimeve negative në platformat online nga profile të dyshuara si Treme. Sipas burimeve, grupi hetimor dyshon se bëhet fjalë për një skem të organizuar, ku të njëjtët persona kanë ndërmarrë një fushat të koordinuar për të dëmtuar imazhin e bizneseve, pikërisht në kulmin e sezonit turistik. Deri më tani janë depozituar 15 denoncime nga biznese të ndryshme, të cilat pretendojnë se janë bërë objekti sulmeve me komente dhe vlerësime negative të pavërteta. Hetuesit po punojnë për të identifikuar autorët dhe për të dokumentuar nëse këto veprime janë kryer në mënyrë të organizuar me qëllim dëmtimin e aktivitetit ekonomik të sipërmarrjeve. Qytetarët e Vlorës të intervistuar nga televizioni 6+1 Vlora shprehen të shqetësuar për këtë fenomen, duke theksuar se kritikat ndaj një biznesi janë të lishme vetëm kur bazohen në përvoja reale dhe bëhen me identitet të vërtet. Ata u bëjnë thirrje përdoruesve të rrjeteve sociale apo ndryshe facebookistëve të mos fshihen pas profileve false për të sulmuar bizneset. Shumë keq jashtë ku qoftë natyre të protestës se ata i bëjnë të gjitha. Kaq. Duhet policia të ndërrojë, çfarë duhet bërë? Duhet evidentuar? Jo, ata patjetër. Po i lë Rama të lirë. Do lodhen, do ikin në shtëpi. Po punon për atë punë, për të vlerësuar ata 200 personat që thuhet që i bëjnë këto. Kaq. Ndërkohë duhet që kushdo që ka një rrjet social dalë me fytyrë apo jo, s'ka pse. Po ata i bëjnë të kamufluara gjërat. Po do zbulohen. Edhe do vend të vendi. Ne më tepër se kaq, nuk dim të vlerësojmë, po themi që ata që po bëjnë këtë, do thotë që janë anti-shqiptar, se po të jenë shqiptar, do flasin fjalë të mira që dhe bota të ditë na vlerësoj. Këto më shumë me profile falso, nuk është se dalin me fytyrën e. Absolutisht. Do të thotë se këto agjenci punojnë në mënyrë jo të rregull ligjore. Për reklamin e turizmit, po ata janë legjena, aq nivel kanë. Kush i bën këto? Kush i bën? Po thashë legjena, di çdo thotë legjeni në çdo moment e gjuan me këmbë. Po gjuajte me këmbë e përdor si duash. A mund të dalin në demokraci, mund dalin me fytyrë ato? Po pa dalin ata dot me fytyrë. Po të jenë burra dalin me fytyrë. Ata nuk janë burra. Po kanë edhe të drejtë njerëzit që shkruajnë. Kanë drejtë. E drejtë po shkruajnë me profile false? Jo, me profile false nuk jam dakord. Jo, ka një gjë që këta që shkruajnë duhet shkruajnë drejt për drejt. Sepse këto me falso nuk janë të vërteta dhe nuk mund t'i vërtetosh, e kupton? Se kush janë ata njerëz. Këto gjëra duhet të treguhen drejt për drejt. Pra kush ka një koment? Po, ata duhet dalin se kush janë. Se janë padrejtisht. Pavarësisht se këtu ka probleme, por duhet dalin të vërtetat, siç janë. Ndërkohë, sipas Policisë së Shtetit, janë më shumë se 200 persona që po verifikohen, pasi dyshohet se kanë përdorur llogaritë e tyre reale në rrjetet sociale për të shpërndarë në mënyrë të koordinuar vlerësime negative ndaj bizneseve. Hetimet synojnë të përcaktojnë nëse këto komente kanë qenë pjesë e një veprimi të organizuar dhe të qëllimshëm për të dëmtuar reputacionin e sipërmarrjeve. Nëse provohet bashkërendimi i këtyre veprimeve, personat e përfshirë mund të përballen me përgjegjësi penale. Merë drejtori përgjithshëm i Policisë së Shtetit deklaroi se mbi 10.000 profile false ishin krijuar së fundmi për të goditur bizneset caktuara, kryesisht ato që ofrojnë shërbime të rëndësishme për turistët, si hotele, bare dhe restorante. Edhe rastet më të fundit të denoncuara nga bizneset janë referuar tashmë në prokurori nga strukturat e krimit kibernetik. Sipas burimeve, hetuesit po shqyrtojnë disa vepra të mundshme penale që mund të lidhen me këtë fushat të dyshuar të organizuar, mes tyre manipulimi i tregut, manipulimi i çmimeve, përhapa informacioneve Treme, shpifja si dhe falsifikimi kompjuterik. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që çdo pakënaqësi ndaj një biznesi ta shprehin në mënyrë të ndershme dhe të argumentuar, duke përdorur identitetin e tyre të vërtet, ndërsa ftojnë bizneset që do denoncojnë çdo rast të dyshuar të sulmeve të koordinuara online. Hetimet vijojnë ndërsa pritet analizimi të dhënave digjitale që të përcaktojnë nëse bëhet fjalë për një rrjet të organizuar që synon të ndikojë në konkurrencën e ndershme dhe në imazhin turistik gjatë sezonit veror.